Si shkoj punimet? Hajme të punu beqik. Mirë pas së dalë. Ka rëndësi që si ka spon njëri, kjo është lëbërsi. Dhe në rath parë ta thash na dide, na boni njerëz me vlera me jetu dhe ne. Se këtu edhe lopët nuk i kina pas lëqu. Ne kina pas mallku veten, i thoshëm kur t'ikim për këti veni. Të shim tha gruja bab, nuk hiket më për këtu. Burrësh me thonë drejt. Ju përshëndes, dhe vim të ku të mbarosh, ha? Si duhet të vëmë? Shumë mirë, bukur ka dalë. A mos si ka luot? Respekt dhe punë mbar. Pra, të gjitha pemët tu Rakip, që janë të mbjellura këtu, janë dhurat nga sipërmarrësit e zonës. Pra, bashkia s'ka blerë me paratë vetë asnjë. Afërsisht të mbjell rreth 110.000 pemë. 110.000. Nëse këthe me vlerë ekonomike, nëse të bleshim me para, dhe ishte krejtë pa mundur, se shkën rreth 9 milion euro. Dhe të gjithë ki kontribut, është falë biznesit dhe familjarëve të Pasyçanit dhe Kamzës, ku në e bashkuar në çdo vit për mbjelljen e pemëve. Sot duket vetë puna, mbështetja edhe qytetarëve. Voleybol, basketbol, calcetto, tualetet, kantiloreve atje, ka dhe vejta së përshumë, për... Po, shumë mirë. Ta që ky është niveli maksimal i liçenit? Jo, se kam rrit vetë ati, pëse se merë shumë tokë. Në gjithë sipërfaqja është 84 hektarë. Vetëm pasqyra ujt është 15 hektarë. Dhe nuk kemi marrë se pësa gjinëve se në merë dhe ka, është e mjaftueshme sa afërsisht në liçeni Tiranës. Dhe Tirana ka qatë më në 15 hektarë. Po, pasqyrë ujt. Dhe